unë po kisha aq shumë probleme emocionale sa mund të kem kaluar në një atak paniku pa e kuptuar. Frymëria ime erdhi duke u rënduar, duke sa unë humba një gjë shumë të rëndësishme, fëmia që do vinte në jetë, nuk kam folur kurrë për këtë. Dhe aty i vura kapakun durimit, thash, gjithë ndihma që unë mundova ta jepja, më dëmtoi mua dhe krijesën që do vinte në jetë, kështu që në atë moment mendova dhe veprova. Bëra ndarjen, pavarësisht pasojave, dhe u betova që do flas për këtë gjë dhe do mundohem të mbroj çdo qenie femrore, qoftë edhe mashkullore, sepse ka femra që sillen keq me bashortet e tyre, duke i nënvlerësuar na duhet një shtëpi tjetër, shive çka ka bërë. Domethënë unë them për çdo krijesë, çdo qenie njerëzore që dhunohet emocionalisht, unë do ta mbështes dhe do ta bërtas hapur.